Pa normal që e meritoi Spanja kampione. Ishte ekipi më i mirë, luajti më mirë. Argentina përveç i keqardhje për Mesin, asnjë gjë tjetër nuk doroj. Çfarë i pëlqen më tepër tek Spanja? Kombinimet e topit, lëvizjet në korridoret ngushta, ai futboll simpatik. Normal me Spanjën. Shkojnë kupa në Europë. Spanja sa të përsa ka futbollin më të bukur se para viteve përpara. E meritoi Spanja trofeun? Argentina asgjë s'bani më. Spanja po atë shumë raste edhe e meritoi. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu. Jam e Argentinën, po çfarë? Ju pëlqen ndeshja? Bukur. Shumë e bukur. Argentina pritej më tepër nga Messi. Ja. Argentina mirë që kishte dalë deri aty. Argentina mami ishte ekip i dorës dytë. Spanja bani e uli me kam tokë, kështu që e meritoi titullin. Spanja, shumë e mrekullueshme. Çfarë ju pëlqen te Spanja më tepër? Doja ti. Ata ishin si Brazili dikur. Në ishte bukur e fortë me Spanjën, e cila ndërrisht e meritoi fitoren dhe kupën e botës. Besoj se gjithë loja u përqendrua tek Messi dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta bllokoi Messi në këtë finale, ja doli me sukses dhe fitoi në fund edhe kupën e botës. E meritoi Spanja titullin kampion. Prej Jamolit, su desht, lojtar i ri, talent i ri edhe duhet me ecë përpara në futboll. Ishte i fenomeni, po su po akun, ka lyt më më, se po shkon. Atë pleshte, si ka ai. I meshë shumë e bukur, e meritoi Spanja. E meritoi Spanja? 1.000.000%. Çfarë ju pëlqen te Spanja? Gjithçka, loja. Gjithçka çfarë. Patjetër, ishte ekip jashtëzakonisht ishte mirë dhe luajti mirë të ndeshjet. Kishim shumë dëshirë kur edhe e fitoi kupën. Që t'jem krejt i sinqert, për mendimin tëm nesha nuk ishte në nivelin që u pritëm me kanë. Arsyeja kryesore as sepse Argentina nuk prodhoi as futboll, as raste, nuk ishte për mendimin tëm në nivelin e një finale e kupës bote. Spanja e meritoi totalisht, domethënë. Biles jam i mendimit që goli i Spanja do të marrë shumë më herë se sa erdhi. Nuk ishte nevojë ndeshje më çfarë prodhoi me shku deri në kohën shtesë.